Në procesin për atentatin e dështuar dhe ish prokurorit Arjan Doja, ku viktim beti Andi Maloku dhe u plagos Rumi i Shijakut, dëshmoi vëllai i këtij të fundit. I dyshuari kryesor është Flauren Dervishaj, si person që ka urdhëruar atentatin. Vullnet Muça, vëllai i Aleksandër Lahos, i njohur si Rumi i Shijakut, u arrestua nga një aksion në fillim të tetorit në Durrës për falsifikim të dokumenteve pronësore, ndaj u shoqërua nga forca të shumta policie. Pasi shkova në spital në rast si bombë se me këto palë nuk kemi pasur asnjë konflikt, pyesnin veten pse u bë, çysh u bë. Vëllai ka qenë shumë i aksidentuar, edhe sot është gati invalid. Ai thot na kanë gjuajtur nga mbrapa dhe një plumb e ka kapur në kokë, ndaj s'mban mend. Doktorët thonë se ka psuar traumë. Jam arrestuar për ca mesazhe. Flauren Dervishin e njoh si qytetar Durrësi, si kontingjent kriminal. Nga gojdhënat thuhet se ka patur grup kriminal, por s'më ka interesuar fare. Kjo është një situatë pa lidhje. Kemi ra viktime edhe ne, edhe Plarenti. Nga gojdhënat që qarkullojnë në Durrës flitet që ky ka qenë aktor i kësaj situate. Nuk kemi interesa pasurore. Beqir Boja, pajtuesi i gjakut mes Aslan Rajës, babait të Redian Rajës, i dënuar për jetë si ekzekutor në ngjarje, dhe familjarëve të shoferit të ndjer Andi Maloku, gjithashtu dha deklarime në gjykatën e posaçme. Sipas besimit fetar kemi bërë be në Kur'an. Sipas procedurave të pajtimit të gjaqeve, kërkuam 3 muaj kohë. Unë dua të di kush ma ka vrarë djalin e pafajshëm në rrugë, tha agent Maloku. Pranë Zotit ndaleni pushkën. Prisni drejtësi, ju tham familjarëve të Andit. Do presim drejtësi, tha agenci. Pastaj, pas 3 muajsh i linte e drejta të merrte hak. Në 3 tetor në gjykat dëshmoi vetë babai i 23 vjeçarit, që prej 1 muaji ishte shoferi i ish prokurorit e që përfundoi vrarë nga breshëria e plumbave në atentatin të mbikalimi i Shkozetit në 2019, i përlotur në sallën e gjyqit, ai kërkoi drejtësi për të birin.